Diku, në një kënd të botës, ku natyra e bukur e madhështore, me pyje të dendur dhe ujë të kulluar, me ajër të pastër, rrugë me kaldrëm e shtëpit model, me obore gradina për qark, hodhi themelet e vet një fshat me emrin Dardh. Zanafillën e gjejmë tek shkelja e këtij vendi prej blektorëve që shfrytëzonin kullotat për bagtit e tyre, ku kishin ngritur stanet, vathat dhe kasollet e tyre. Të vendosur pranë një burimi me ujë të ftohtë, në hijen e një dardhe të madhe ku u ngrit një stan, tek stani në Dardh, këta njerëz krejt padashur i dhan emrin këtij fshati. Vendbanimi ushtri në shpatin lindor të Vargmalit Morav, përbi njerëz prej prurjeve burimore të lumit Devolli Sipërm, ku ndërtuan mullinjtë e parë me ujë midis livadheve e pyjeve të shumtë, në lartësinë mesatare 1300 metra mbi nivelin e detit. Banorët që e populluan këtë vend, të ardhur nga krajina të ndryshme të Shqipërisë, nuk ishin as pak interesa materiale dhe ekonomike, por e zgjodhen atë si një vend malor të fshehur mes pyjeve për të mbrojtur nga përndjekjet fetare të perandorisë osmane. Rezistencës së banorëve ortodoks ju bashkua predikimi i Shën Kozmait në vitin 1755 në qendër të fshatit, në hijen e një kryqi të madh druri. Banorët gjetën kështu një fortesë natyrore për predikimin e lirë të besimit ortodoks, duke ndërtuar institucionet fetare. Mendohet se kisha e parë është ajo e Shën Thanasit, ndërtuar rreth viteve 1750, e cila kishte edhe funksionin e një manastiri. E vite më vonë, kisha e Shën Gjergjit, që zvendësoi faltoren e vogël të Shën Kollit. Ndërsa në fillim të shekullit të 20, në majën e kodrës së pyllit të Rahut, kisha e Shën Pjetrit. Për arsye të disa të drejtave e garancive që perandoria osmane ju kishte atribuar dardharëve në fillim të shekullit të 19, në vitin 1850, në kishën e Dardhës, u vendosën 2 këmbana që u sollën nga Jani Themeli. Nga këto institucione të kultit fetar, doli një emër që do të mbahej mend gjatë për brezat ndërshekuj, Papa Jani Zengo, njeriu që jo vetëm diti të predikoj, por edhe diti të ndez shkëndijën e parë të dijes shqipe në këtë fshat. Por në të vërtetë historiku i arsimit në Dardh kishte filluar herët, qysh në vitin 1768. Diku, pas kishës së Shën Gjergjit, ishte hapur shkolla e parë, ku mësimet bëheshin në gjuhën greke. Mësimi zhvilloi i ndarë për vajzat dhe për djem, vetëm në gjuhën greke.
mendohet se fshati në ato vite banohej nga rreth 700 shtëpi, ndaj edhe në shkollë shkonin një numër i konsiderueshëm nxënësish. Vite më vonë, në 1866, do të fillonin përpjekjet më serioze për përhapjen e shkrimit në gjuhën shqipe nga Papajani Zengo, një dardar me profesione të ndryshme, si mësues, prift, piktor ikonograf, fotograf e burgdhëndës. Sipas dëshmive të mbledhura nga koleksionisti dardar Pangjo Ilo, ishte Jani Zengo që përgatiti një alfabet të gjuhës shqipe me 33 gërma, ndër të cilat kishte edhe disa gërma greke e latine, dhe me to filloi të shkruaj në gjuhën shqipe dhe të përkthehej nga greqishtja në shqip. Kjo mund t'i rrezikonte seriozisht jetën këtij njeriu të guximshëm në një kohë kur në Shqipëri ende nuk ishte çelur mësejtoria e parë shqipe. Papajani Zengo duhet të konsiderohet si fotografi i parë me origjinë shqiptare, pasi fotografimi i tij më i hershëm deri tani dokumentohet në vitin 1864, ndërsa një tjetër foto e Zengos, ajo e vitit 1904, sjell një histori më vete. Ndërtimi i urës së parë nga mërgjimtari Kristo Themeli, që lidhte fshatin Dardh me fshatin Sinic, ishte vendi ku banorët emigronin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nëpërmjet Greqisë. Aty banorët ndaheshin mes lotësh e dhimbjes për të mbërritur nishullin Ellis si pika e kontrollit dhe regjistrimit për hyrje në Amerikë. Dëshmohet se ky moment është shkruar në pllakën e vendosur në urë me gërmat e Zengos, e më pas është prishur për t'u shkruar në greqisht. Situata politike dhe sociale e dardarëve pas viteve 1900 ishte një nga periudhat më të ndritura edhe për historinë e arsimit në gjuhën shqipe. Në vitin 1905, dardari Sotir Kristonoke ngriti të parën shtypshkronjë shqipe në Amerikë, ku botoi gazetën Kandili i Kuq dhe Dielli. Në vitin 1910, emigrantët dardar do të krijonin në Amerikë klubin Përparimi, vite më vonë shoqërinë Mbleta. Bandën kombëtare Vatra në 1916 nga kompozitori i parë shqiptar Thomanashi, shoqërinë Besabes me iniciativën e dardarit patriot e publicistit Sotir Peci, që së bashku me Fanolin, Josif Panin dhe Gjoni Katundin luajtën rol jo vetëm në vëllazërimin e dardarëve, por mbi të gjitha në përhapjen e arsimit shqip në Dardh. Kjo veprimtari e këtyre emigrantëve me mendje zemër në vendlindje përgatiti terrenin e duhur për hapjen e të parës shkollë shqipe në Dardh. Ishte viti 1917 kur Leonida Çika u bë promotor për hapjen e kësaj shkolle, edhe me mbështetjen e fuqishme arsimdashëse dardhare dhe angazhimin serioz të patriotëve brenda e jashtë vendit. Leonida njihej më parë si njeriu që krijoi një bibliotekë shumë të pasur me libra në gjuhën shqipe, por jo vetëm. Bashkë me Tatin Vangjelin, një njeri i shkolluar jashtë. Në këtë iniciativë, sa të guximshme, aq edhe të domosdoshme, Leonida pati në krah mësuesen e parë të kësaj shkolle, Julia Ndili Tromara, e lindur në një familje korçare patriotike. Ishte ndër të parat vajza që ju përgjigj thirrjes për të shërbyer në shkollën shqipe të Dardhës, e së bashku me Leonida Çikën morën përgjegjësinë për të sfiduar situatën në fshat. Shkolla mblodhi rreth vetes 35 deri 36 nxënës. Kjo sepse në fshat vazhdonte të ekzistonte shkolla greke, të paktën deri në vitet 1920-1921. Kishte ende prindër skeptik që mendonin se kjo shkollë do t'u jepte më shumë dije se ajo shqipe, megjithse ata flisnin në shtëpitë e tyre vetëm shqip, ndërsa gjuha greke ishte ajo e letrave me familjarët. Unë kam edhe një histori shumë të këndshme nga gjyshja ime, e cila është e lindur e 1901, shkoi në shkollën greke, dhe në një moment ishte e madhe kur u hap shkolla e parë shqipe, në 1917 ishte 16 vjet, nuk mund të shkonte në shkollë dhe donte të mësonte shqipe. Dhe i thot papait, si të bëj unë nuk mund të shkoj në shkollë tani se jam e madhe. Dhe ai tha, ti ta thënë do mendosh se unë jam në Amerikë, tha. Dhe do më shkruash mua letra, tha. Dhe do mundohesh që të më shkruash letra në shqip. Ndërgjegjësimi i dardarëve për të kuptuar se gjuha shqipe nuk duhej vetëm të flitej, por edhe të shkruhej bukur,
si dhe metodat mësimdhënëse të ndjekura nga Leonida e Julia, rritën ndjeshëm numrin e nxënësve, derisa në vitin 1920 shkolla greke u mbyll. Ndër dokumentat që disponojnë pasardhësit e familjes Çika, një ndër më të diskutuarat është libri i matematikës i krijuar nga Leonida. Për mua, gjëja më interesante dhe më mbretëslënëse që e kam shfletuar që kur isha fëmijë, është një libër matematike i lidhur më së miri dhe i shkruar me penë dhe me bojë, i cili përmban rreth 1000 ca flet, 1200 flet, mos gabohem, i shkruar nga Leonida dhe çfarë më çuditste mua që më vinte dhe i natë njëkohësisht kur isha fëmijë, se unë i flet be e njolla, ai libër nuk kishte asnjë njollë në 1200 faqe. Në ditët e para të shkollës, Leonida u jepte mësim 12 djemve, ndërsa Julia 8 vajzave, ndër të cilët mund të përmendim Andrea Cani, Sotir Velo, Gaçi Skënde, Ligor Balli, Mero Piceku, Marian Thipanori e të tjerë. Për të realizuar librin e aritmetikës, Leonida përdori një letër të prodhuar nga orizi, me një peshë prej 1380 gram dhe trashësi 58 mm, i shkruar me penë për gati 1300 faqe me aftësi profesionale, ai është sot objekt studimi për mënyrën e realizimit dhe metodat e përdorura. Profesore asociuar doktoresh Lida Thomo shkruan: Libri i aritmetikës i profesor Leonida Çikës është një vepër që ka për qëllim edukimin matematik të fëmijëve të moshës fillore dhe 8 vjeçare. Libri është i ndërtuar aq mirë dhe me aq kujdes e dashuri, sa përveç njohurive të sakta aritmetike, fal metodikës dhe kulturës ekonomike të autorit, nxënësi fiton një horizont të mirë për të përballuar problemet e shumëllojshme të jetës. Nga vlerat e tij, ky libër mund të konkurrojë denjësisht librat e matematikës bashkëkohore për këtë moshë të vendeve më të zhvilluara. Ndërsa vetë Leonida në fund të librit do të shprehej: duke parë me një anë nevojën e madhe që ka populli shqiptar për libra mësimi në gjuhën e vet, dhe në tjetrën anë duke përmendur se është detyrë çdo adhetari të punojë me sa i mundet për përparimin e gjuhës së tij, u shtrënguam të nxjerrim në dritë këtë matematik praktike. Mjafton të njoftojmë se e shkruam këtë libër me qëllim që jo vetëm djemuria shqiptare, por edhe ata të moshës së shkuar të mësojnë atë me lehtësinë më të madhe mësimet e aritmetikës, dhe me një mënyrë fare të shmuar që do ta tregojë udhën e zhvillimit të problemeve pas atyre rregullave të sistemit të mbaruar. Leonida punoi si mësues për 3 vite në shkollën e Dardhës, për të vazhduar kontributin e tij nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata shkuan për bukën e gojës, si thua, të ndihmonin familjet, dhe në fakt jo se s'deshin. Nuk ndihmuan familjet, nuk ndihmuan kulturën. Gjithë parati bën libra. Letra e fundit që gjyshit tim ka dërguar në shtëpi ka qenë letra që i drejtohet gruas para se të vdiste dhe i thoshte më vjen turp të kthehem në fshat pa një grosh. Si Filani, përmendte një emër që u bë gazi i fshatit, po të çoj dollarin e fundit. Dhe letra kishte brenda $1. Ndërsa Julia vazhdoi të ishte mësonjëse e brezave të tërë të emigrantëve në Amerikë. E gjithë kjo veprimtari ndiqe nga afër nga shoqatat e dardarëve të Amerikës dhe Rumanisë, të cilët mendonin se kishte ardhur koha për ndërtimin e një godine të re. Në shkurt të vitit 1923, patrioti Spiro Konda merr këtë letër. Antarët e vllazërisë së Dardha Bleta në një mbledhje të përgjithshme që u mbajt me 11 shkurt 1923, vendosën me një zë të bëhet shkolla e fshatit ton krejt e re dhe higjienike. Për të qëllim u vendos të prishet shuma prej $2000, e cila është në dispozicion të shoqërisë Bleta. Vendosëm që këtë punë ta lëmë në kryesin tuaj dhe antarëve, Doktor Pandeli Glozheni, Leonida Çika, Thoman Asi dhe Josif Pani, si dhe pleqësia e Dardhës, e cila duhet përkujdeset për prishjen e shkollave të vjetra. Shkolla duhet jetë me dhoma të larta dhe me dritare të mëdha, me frona të rrallë dhe veç për çdo nxënës. I ndarë më dysh, njëra për djem dhe tjetra për vajzat, e ndarë brenda në 3 ose 4 dhoma. Shkolla të ngrohet me anë të një fure sipas sistemit rumanisë dhe rusisë, si dhe ndërtimin e një tualeti. Këtë punë duhet ta mbarojmë këtë beardhën, është e mundur vjeshtën që vjen të vënë fëmia në shkollën e re. E rëndësishme për këta njerëz nuk ishte vetëm ndërtimi i një godine, por realizimi i saj me një arkitekturë të veçantë. Përveç vlerave që kishte nga ana funksionale e ndërtuar për shkollë, me kërkesa shkollë, jo e marrë një banesë e modifikuar për shkollë, por shkollë ndërtuar nga fillimi për me kërkesa të funksionante për shkollë. Po përveç vlerave funksionale
që për cilë ishë ndërtuar për shkollë, dhe kjo godinjë që kemi dhe sot e saj dite, para 100 vjetësh që ngrit kjo shkollë, diçka për dardhën është tregu shumë i madh i zhvillimit që mori dhe arsimin dhe kulturën e këtë fshat. Ajo të tërheqë mend edhe sot në arkitekturën e saj, që ishte moderne për atë kohë, me një përpunim shumë të pasur nga arkitektura dhe nga dekoracionit. Kjo godinë përfundoi së ndërtuari në vitin 1924 dhe funksionoi si shkollë deri në vitin 2000, kur u larguan edhe 3 nxënësit e fundit. Sot ajo është kthyer në një muze ku brenda saj mban emra, kujtime, kontribute të jashtëzakonshme në çdo gjë që mund të prekësh. Është ndërtuar me kontributin e bashkëshortarëve tanë që jetonin në Amerikë. Kjo është një ndërtesë e vitit 1924. Pra ishte një shkollë model që, me thënë të drejtën, jo në nivel fshati, po dhe në nivele më të larta nuk kishte një ndërtesë shkollë. Pas largimit të Leonida Çikës dhe Julia Tromara, kontributin në mësimdhënie e vazhdoi Vasil dhe Eftimi Niçi. Eftimia ka mbetur ende gjallë në kujtimet e ish nxënësve të saj. Mësuesi i parë ka qenë Eftimi Raci. Që kishte emrin, ishte grua e mësuesit tjetër. Ai mësuesi i dytë që ishte për klasat e mëdha, klasën e 3, të 4 dhe të 5, kurse Eftimia kishte vetëm klasën e parë, të dytë e tretë, por kishte edhe një klasë që e thoshim klasa e ishtë, që ishte klasë parashkollore. Dhe aty vazhdonim 3 klasat e para ishin të kësaj që jepne në kolektivitet, edhe 2 klasat tjera jepte mësuesi Sotir Niçi. Ishte shumë e kujdesshme, edhe shumë e respektuar nga nxënësit, edhe ajo na respektonte neve. Më ka lënë mbresa për gjithë jetën, edhe sot i kujtoj fjalët e saj, kur jemi ullur për herë të parë në bangat e shkollës, këshilla, ledhatime si fëmijë të vegjël ishim, shumë kujtime dhe mbresa, na trajtonte shumë mirë. Emigrimi në Dardh ishte një dhimbje, por edhe domosdoshmëri ekonomike për banorët e kësaj zone. Prindrit dërgonin të ardhura për realizimin dhe blerjen e teksteve shkollore për fëmijët e tyre. Imazhet kanë ngelur të fotografuara në memorien e këtyre njerëzve e çuditërisht, pavarësisht moshës, edhe vargje të shkruara në dialektin gek. Avetaren e kishim filluar që në klasën e parë, edhe mbaj mend që kopertina e librit të parë avetares ishte Bardhi dhe Lulja shkojnë në shkollë. Atje Bardhi ishte i veshur me kostum të pjesëve të veriut dhe me një qeleshe të bardhë. Dhe Lulja ishte e veshur me një xhubletë të vendeve të veriut, xhubletën e zezë dhe me një shami të kuqe të bukur të lidhur. Ishin aq shumë të lezetshëm sa neve i deshim shumë. Mbaj mend një vjershë nga klasa e dytë. Në pyll kur hyna, shikojshe gja, ku brenda u futa, çudim u ba. Çudim u ba, dveqe. Në një e pava, një lulze të blerë. Ish mbush me lule dhe plot me flet, Atë e mora, e vura në gji, në kopshte e qova, në temen shpi. Atë e mbolla në një vend të qep, u mbush me lule dhe plot me flet. Shkolla nuk shërbente vetëm për mësimin e njohurive bazë, abetares e matematikës. E kthyer në një qendër të vogël komunitare, grupi teatrit të nxënësve interpretonte për krah grupit amator për të vënë në skenë pjesë të ndryshme. Në oborin e shkollës, bashkë me fëmijët e tyre, banorët festonin për vjetorët e pavarësisë, duke mbajtur gjallë ndjenjën kombëtare. Fotot e asaj periudhe tregojnë qartë se fshati popullohej nga gratë, fëmijët e mosha e tretë, për shkak të emigracionit masiv. Por, pavarësisht kësaj, mendja e zemra e dardarve ishte tek familjarët e tyre. Shënimet e Sofokli Thomos na sillin fakte interesante.
Në ato vite kompania Singer, e njohur në botë për prodhimin e makinave qepse, do të mbërrinte në Dardhë bashkë me 2 përfaqësuesit e saj, të cilët do të mësonin vajzave të reja si të qëndisnin. Pas përfundimit të kursit, shumë prej tyre mundën t'i blejnë këto makina e t'i përdorin për të siguruar të ardhura për familjet, duke qepur edhe veshje për nxënësit e shkollës. Shkolla e Dardhës funksiononte vetëm si shkollë fillore, në fillim me 5 klasa e më vonë me 4. Pas përfundimit të ciklit fillor, nxënësit pajiseshin me dëftesat përkatëse, ku shënoheshin rezultatet për çdo lëndë dhe një përshkrim i shkurtër i sjelljes. Më pas, nxënësve u duhej të shkonin në fshatin Sinic për të ndjekur arsimin 7 dhe 8 vjeçar. Ambienti i shkollës shumë i mirë ishte. Shumë i mirë ishte. Ishin 4 klasa kolektive, një e para dhe e treta e fillonin në orën 8 me 12, edhe e dyta dhe e katërta në orën 11 me orën 2. Pastaj shkollën 7 vjeçare e vazhduam në Sinic. Është fshati këtu afër, edhe ishim 4 fshatra bashkë. Sinica, Qytesa, Arsa dhe Dardha, se ishte në mes Sinica. E kthyer në një çerdhe diesh, nxënësit e shkollës së Dardhës patën fatin të marrin një uri nga njerëz që e donin profesionin e mësuesit dhe qëllim në vetvete kishin edukimin e brezave të rinj. Emrat e tyre janë gdhendur jo vetëm në muzeun e shkollës, por figura e tyre lartësohet kur ata ngelen të memorizuar tek ish nxënësit që i kujtojnë me nostalgji. Në klasë të parë Lazo Polena. Në vit të dytë Rami Koçibelli. Në vit të tretë dhe të katërt Jorgji Koço e kishte atëre. Jorgjia Koço, tash i balli, është martuar në Dardhë. Unë kam patur fatin e mirë dhe them me plot gojë që të bëj 3 klase fillore, klasën 2, 3, 4, ose në vitet 67, 68, 69 në shkollën e Dardhës me mësuese Jorgjia Ballin. Dhe janë kujtime nga më të mira që kanë ndikuar dhe vazhdojnë të ndikojnë edhe në formimin tim për gjithë jetën. Viti 1940 do të sillte në mjediset e shkollës mësuesit pasionant Dimitër Kere e Sotiri Zengo, të përgatitur në mënyrë të gjithanshme pothuajse në të gjitha fushat, këta njerëz ditën të jenë modele të papërsëritshme. Ai në na i bënte të gjitha. Ai s'kishte nevojë kor, gjimnastikë, pe të gjitha ca gjimnastika që tash i kanë filluar t'i bëjnë, ne i kemi bërë në atë kohë. Do na mësonte të gjitha kur na qite shëtitjen, kur na shpinte kështu, do na i thosh të gjitha pemët, lulet, të gjitha na i shpjegonte si me qenë agronom. Ka qenë mësues i shkëlqyer. Mësuesja klasës parë kjo kam qenë, Sotiri Zengo. Shumë edukatore mirë, shumë mësuese e mirë. Ndër emrat e shumë të mësuesve që i kanë shërbyer arsimit në Dardhë, kemi fatin që disa prej tyre ti kemi ende mes nesh. Koli Skënde, ish mësues i kësaj shkolle, megjithse në një moshë të thyer, të habit me energjinë e tij. Trupi e shpirti i tij nuk ndahet nga kjo godin, e kthyer tashmë në muze. Dje mësues, sot ciceron për turistët e shumt, ai vazhdon të hedh kujtime në librin e muzeut, me dëshirën e shpresën se ato do të lexohen një ditë. Dukuria e emigracionit në Dardhë vazhdoi të ishte prezent edhe pas viteve 90. Numri i nxënësve randjeshëm, derisa në vitin 2000 ajo mbylli dyert e saj. Donika Kere, vajza e një mësuesi dardhar, e edukuar me dashurim për dijen, ish nxënëse e shkollës që fati e deshi të punoj për 10 vite si mësuesja e fundit të shkollës së Dardhës, tregon për nivelin e lartë të nxënësve të saj. Niveli i nxënësve ka qenë shumë i mirë, sepse nxënësit u nimen 100 klasë të parë dhe i nxinja deri në klasin e 4. Dhe në vitin e parë, në klasën e parë përpiqesha shumë që këta nxënës, domethënë ato djeni që merrnin, ti vazhdonin derisa mbaronin në klasat më lartë dhe ishin shumë të mirë. Nxënësit që kanë dalë nga shkolla e Dardhës, kudo kanë spikatur me djenit e tyre. Shumë të mirë. Dardharët janë njohur si arsimdashës të etur dhe rruga e arsimit e dijes do të vijonte duke evoluar pa ndërprerë e progresivisht. Për një shekull në këtë shkollë që rinovoi metodikisht, vazhdimisht kanë mësuar 10 breza fëmijësh. Ishte kjo godin që do të nxirrte nga bankat e saj arsimtarët e ardhshëm, mjekët, sportistët, inxhinierët,
shkrimtarët, ekonomistët, arkitektët dhe agronomët, të cilët u shpërndan anë e këndë Shqipërisë për të dhënë kontributin me profesionin e tyre. Mjafton të përmendësh disa prej tyre për të kuptuar rëndësinë dhe kontributin e kësaj shkolle, që nuk do të haroj shkrimtarin Teodor Laço, e bashkë me të Niko Ballin, Pandi Batelli, Niko Stefani, Kiço Çeku, Niko Korçari, Petrit Skëndi, Sofokli Thimo, Kosta Dhima, Motra Zengo e qindra të tjerë, emrat e të cilëve kërkohen nga brezat e rinj që kthehen për të gjetur rrënjët e tyre. Fëmijët të larguar me prindër edhe që vinë këtu dhe vinë shikojnë, domethënë me shumë respekt, me shumë mal. Sot ky tempull i dijes mbush plot 100 vite nga çelja e saj. Nuk janë shumë, por as pak për të vlerësuar atë plejad mësuesish e nxënësish që me devotshmëri punuan e mësuan për të lënë gjurmë në zhvillimin e arsimit shqiptar. Dardharët e kanë nderuar atë me emrin e dëshmorit të parë, sportistin e talentuar Kristo Isak. Ish nxënës i kësaj shkolle, që dha jetën për lirinë e këtij vendi në vitin 1942. Pasardhësit e shoqatës dardhare vazhdojnë të mbajnë gjallë kontributin e të parëve për të kujtuar mundin e djersën e derdhur për ekzistencën e kësaj shkolle, të kthyer tashmë në muze. Mund përmendim dhe dimetin që ka dhënë në ndërtimin e muzeut të fshatit tonë, është shoqata dardhare Shpresa. Me kontributin e donatorëve dhe fshatarëve, është e mundur që sot kemi një muze tradicional, një muze me figura dhe foto të ndryshme nga aktivitetet që kanë dhënë gjatë viteve me radhë dardharët. Historia e Dardhës është sa e bukur, aq edhe interesante, sa e gjerë, aq edhe e larmishme në të gjitha aspektet e jetës së saj, një shembull i përkryer i kulturës dhe zhvillimit ekonomiko-shoqëror. Qysh në vitin 1923, këta njerëz formulonin rregulla për funksionimin e jetës në fshat. Çdo dashamirës i Dardhës mund të propozoj me shkrim ose me gojë në vllazëri çdo mendim. Vllazëria nuk bëhet vegël për të mbajtur qëllime personale dhe politike. Sot, dardharët po kthehen për të rindërtuar banesat, unike në llojin e vet, e që kanë pësuar ndryshime të dukshme gjatë viteve. Të ardhurat e migracionit kryesisht investoheshin në fshat. Po me kërkesën që më të larta, nga banesat do thjeshta që ishin në periudhën e parë, gradualisht të hynë për shkak kërkesat të reja për mënyrë jetese. Shkallë, fillon e futet një tip i ri banesës, i cili duket edhe sot e kësaj dite që ka ngjashmëri shumë të madhe me banesën qytetare. Krahas futjes tipit banesave, edhe interieri i banesave fillon e pasurohet me një mënyrë më të ngritur nga ana kulturore, nga ana e mënyrës jetesës. Vëndin në vendimeve fikse që ishin për shembull në kohën në banesat e vjetra, që ishin Magja, Musandra, Gjakët, kënë të zinin tashmë mobiljet, u vënë qylymat, dritaret u pajisën me xhama, u fut soba, ngrofja, dhe Gjakët përdorëshin thjesht për nga ana dekorative më tepër dhe jo kaq shumë funksionale. Dardha ka qenë e do të vazhdojë të jetë një nga zonat më të bukura shqiptare, e privilegjuar nga natyra zemërgjerë e nga njerëz arsimdashës e të kulturuar që nuk do të abraktisin kur këtë thesar që në çdo pjesë të saj ka një histori për të zbuluar.